Sot do të lexojmë një histori që është Lepuri dhe Breshka. Na ishte një herë një lepur, që ishte shoku më i mirë i një breshke. Lepuri ishte shumë krenar për shpejtësinë që mund të vraponte, kështu që një ditë ai e sfidoi breshkën në një garë. Breshka pranoi. Edhe pse të gjithë mendonin se ishte shumë e ngadalt për të fituar, gara filloi dhe lepuri vrapoi aq shpejt sa që ishte shumë përpara breshkës. Duke u ndier i sigurt, lepuri vendosi të flinte një sygjumë në një pemë, ndërsa breshka vazhdonte të ecte, hap pas hapi. Kur lepuri u zgjua, u trondit kur pa breshkën, duke kaluar vijën e finishit. Breshka e kishte fituar garën. Morali i historisë: nuk ka rëndësi sa i shpejt ose i fortë je. Ajo që ka rëndësi është të jesh i qëndrueshëm dhe të mos dorëzohesh kurrë. Dhe mos je shumë krenar. Kjo mund të shkaktojë telashe.